Përsa për këtë shenjës së demit, me kësë demët duket se tani në këtë periudhë kanë pasur disa çështje të lëna pesë për një arsye apo për tjetër. Megjithatë, unë do të thosha që ka një çështje që lidhet me anën ekonomike financiare, lidhet me disa vendime shumë të rëndësishme, por gjërat që kanë të bëjnë në lidhje me takimet dhe vendimet, sepse gjithmonë demi është mundësia, është rëndësia dhe koha e duhur në nisma të reja. Edhe pse jeni nevrikosur këto 2-3 ditë juve të shenjës së demit me të drejtën tuaj në fakt, por kjo nuk do të thotë se çfarë ndodh ose kur ndodhin këto gjëra. Por shifrat tregojnë, sepse juve jeni shumë sekret dhe shumë punëtor në ato që doni të bëni, por megjithatë koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe e keni mundësinë për të zgjidhur çështje të pazgjidhura dhe kjo bën që çështjet e punës së karrierës, një takim që do të bëni në rol drejtues, vini re dhe vini veshin gjërave të imta. Nëse duhet të firmosni dokument, firmosni me sy mbyllur në orën 11 deri në orën 13:05, sepse është një periudhë mjaft e mirë për sa i përket punës dhe çështjeve afatgjat, jo afat shkurtër. Prandaj keni mundësinë, në fundit juve e keni edhe dini shumë mirë çfarë do të bëni, por në dashuri le pak për të dëshiruar, sepse keni lënë pak pas dore, sidomos me akrep të dhjeticit të dytë.